Ndërkohë ne zgjedhim të skushim, të gatuajmë ekstra vergjine ose vergjine. Ose e marrim pastaj me mik. Ku njohim kush ka në përshkrim. Ku njeh që le mos ta ketë etiketën, po të paktën e di. Dim individin, sepse duhet të njohim se në cilën periudhë janë vjelur ullinjt, mënyrën se si është përgatitur, pra pavarësisht asaj etiketës ne e bëjmë edhe në këtë metodë për zgjedhjen, pra edhe në tregtimi të sinqertë. Ne mund ta marrim vajin e ullinjit, për shembull ta fusim në frigorifer, jo në ngrirje, edhe ai do të bëjë një farë kristalizimi, një farë strukturimi brenda tij, sepse ky vaj në brendësi ka edhe disa komponentë rrëshirore, të cilat ato gjatë uljes në temperaturën poshtë 10 gradë, ato formojnë një strukturë brenda shishes. Duke sikur vaji bëhet më i trash, pra. Po trashet, bëhet si më veshtullor kështu. Edhe ndryshon pak ajo ngjyra, do me thënë ai klorofili del më në pah aty, edhe ne po ta shohim shishen uniform, atëre ky është pa përzierje. Duhet të mbahet gjithmonë në një shishe të errët vaj ullirit edhe ndryshe nga se çfarë shitet në bidona plastik. Po patjetër. Shikon brendësi të vajit ullirit kemi edhe pak karotene, këto beta karotenet që japin atë ngjyrën e mirë të bukur aty. Dhe nëse ne do t'i lëmë kështu në diell, është njësoj sikur të marrim karrotën, ta grim kështu edhe lën diell, shihet çfarë do ndodhi. Do oksidohen këto. Pra edhe rrezet e diellit vërtet janë pa peshë. Por, kur futen aty, ato ma denatyrojnë vajin e ullirit dhe ma shkatërojnë. Dhe ajo brenda kthehet pastaj në diçka që është me peshë, ka vlerë aty brenda. Po cila zone e Shqipërisë për shembull mund të ketë ullinjt më të mirë, ose që të paktën edhe në dieninë tënde dhe në bazë të vajit që mund të kesh provuar, ose cila zone e Shqipërisë mbase i ka ullinjt më të mirë? Shiko, gjitha ato zona që janë afër Bregdetit janë tjetër gjë. Është një vaj ulliri perfekt. I bëj një ftesur njëherë një pedagogu amerikan dhe i thash, do të çoj në një vend ku veten ta shikosh sikur ke hyrë në maj satelitit. E do të qëndrosh mbi det dhe poshtë do të shikosh se si degët e ullirit për t'u freskuar në vapën e korrikut ose të gushtit, i kredhin degët e tyre në ujin e detit dhe pastaj nga kënaqësia ato tundin degët dhe spërkatin malin me ujin e kripur të detit. Edhe i thot vajzës. Shtangu rrezik. Ai mbeti kështu. Ky baba jot i tha, është në rregull i tha. Se unë i tha, mund të kem këtë vend? Po i tha, do kem këtë fat i tha, po. Dhe i ta marrun, një të erdhi. E shëtitëm kështu në përvendet tjera, këte nga Korça, nga Lindja, kështu, dhe vendin e kishte jugu, e lashu në fund, tha, po, kur do hypin satelit, tha, nesër, i thash. Pasi të zbresësh nga sateliti, i thash, do të drekosh në një vend, ku lumin do t'a kesh poshtë këmbëve, freskin e ti do t'a kesh deri afër gojës, ndërsa gojën dhe hundën, i thash, do t'a pushtojnë të tjera komponent aromatik. Edhe marrim neve, në qafën e llogoras mund maj aty. Edhe i thash unë, po desh e zgjatu, po e që e si humner thik, kështu. Po që vjen gjitha, po. Shikonte detin poshtë, o zot. Ato degët e ullirit aty poshtë nga himara, nga borshi, nga çfarë përshkrimi. Edhe i thash unë, shikon tashi, ja, pemët zbresin tek deti. Edhe tashi kishte fjalin tjetër, që do drekoj mbi lum. E të shojmë në bosh të kaj lokali. Dere tani se me këtë përshkrim që bëre, unë thep nise. Me këtë fiks, me këtë që bëri, po e digjonim dhe ne. Po e digjonim dhe ne si i profesori. Provoj edhe vaj në ullirit, boshit, vend të kjo, një vaj me vërtet perl. Edhe të tjera, dhe të flasim këte nga Berati, por në të gjitha vendet, ku ullinjt janë të mbjell me ekspozicion nga perëndimi. Dhe toka është si kërnall, si gur, si toka gëlqerore, cilësia e vajit ullirit është ekstra. Sigurisht të respektojmë edhe kohën e vjeljes. Para 15 nëndorit, marrim më pak sasi vaj, por cilësia është perfekte. Dhe ndërkohë edhe për të disa këshilla ndoshta të fundit, kombinimi më i mirë me çfarë mund të jetë në përditshmërinë në këtë periudhë, që është edhe periudhë alergjish të shumta, edhe ndoshta edhe një rënje imunitetit të theksuar.